që prej ditës së djeshme Ivanka Trump, vajza e presidentit të Amerikës Donald Trump, ndodhet në Shqipëri. Ajo dhe kryeministri Edi Rama kanë ndarkuar së bashku me një grup arkitektësh në Vlorë, ku në fokus të bisedimeve besohet se ishin projekte dhe ide të reja zhvillimi të lidhura me investime strategjike dhe vizionin urbanistik në zonën e Vlorës. Investimet amerikane në jug të vendit nga kompania e dhëndrit të Donald Trump, Jared Kushner, i ka komentuar sot edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha jashtë ambienteve të kuvendit. Ish kryeministri pranoi se dhe ai e ka ofruar ishullin e Sazanit tek Berlusconi, i cili e pranoi, por filloi kriza dhe nuk u realizua. Sipas Berishës, Rama nuk e firmosi marrëveshjen para se Donald Trump të zgjidhej presidenti i Amerikës. Për sa i përket Sazanit, e kam deklaruar, deklarata ime është ky: ne mbështesim investimet amerikane, por natyrisht ky e bëri atë për influencë politike. Çfarë bëri ky? Nëse marrëveshja ishte që ta firmoste pas zgjedhjes së presidentit Trump, ky mashtroi. Ky nuk e firmosi para zgjedhjes presidentit. Dhe ky u përpoq gjerë në fund ta përdor atë të paktën një fotografi edhe me lindërin. E ofroi Fatosnano para meje, e ofrova unë ra kriza. Miku të shquar të kombit shqiptar, Silvio Berlusconi. Se pranoi Berlusconi? Jo, e pranoi. E pranoi dhe bëri projektin. Bëri projekt shumë të mirë. Shumë të mirë, por erdhi kriza financiare. Aty janë dokumentat. Pse nuk është i lehtë për të zhvilluar.